Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë realizuar gërmime në territorin e fshatit Marin në komunën e Skënderajt në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur përgjatë luftës. Këto veprime janë zhvilluar në njësitë për hetimin e personave të zhdukur gjatë luftës në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Mjekësisë Ligjore. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, gjatë gërmimeve janë gjetur mbetje mortore për të cilat ekziston dyshimi se u përkasin neshtrave të një personi. Autoritetet kanë theksuar se bazuar në rrethana dhe të dhënat paraprake, dyshohet se këto mbetje mund të jenë të personave të zhdukur gjatë periudhës së luftës në vitet 1998-1999. Policia ka bërë të ditur se mbetjet e gjetura janë trajtuar sipas procedurave ligjore dhe janë marrë nga ekipi i Institutit të Mjekësisë Ligjore, ku do i nënshtrohen ekzaminime të detajuara shkencore. Këto analiza pritet të ndihmojnë në identifikimin e mundshëm të viktimës, përfshirë edhe krahasimin me të dhënat e personave të raportuar si të zhdukur. Autoritetet kanë theksuar se procesi i kërkimit dhe identifikimit të personave të zhdukur mbetet një prioritet institucional me qëllim zbardhjen e së vërtetës dhe ofrimin e drejtësisë për familje që ende presin informacion për më të dashurit e tyre. Hetimet dhe veprimet në terren do të vazhdojnë edhe në zona të tjera në Kosovë, në varësi të informacioneve dhe indicieve që posedojnë institucionet përgjegjëse.